Këtu është horoskopi i premte 28 mars 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Do të keni mundësi të bëni zgjedhje me mend dhe krijuese që do të sjellin shpërblime të shkëlqyera. Pikërisht në rrethana të vështira jep më të mirën. Demi. Pyesni, lëvizni, bisedoni me një shef, bashkëpunëtor, bëni pyetje. Ju duhet të përpiqeni të kujdeseni pak më shumë për dietën tuaj, duke e keni kujdes veten. Binjaket. Kjo ditë premton shumë mirë, me të vërtetë do të ishte e nevojshme të mbyllni gjërat që ju interesojnë sot. Çifte afatgjata janë të favorizuar dhe në harmoni. Gaforja. Mbyll çështje të jashtëzakonshme. Kur bëni një pushim nga puna, mendimet tuaja duhet t'i kushtohen familjes. E them këtë sepse keni menduar shumë vetëm për punën. Luani. Ide dhe njohuri të mira. Të kujdesshëm, dashuria kërkon qartësi, veçanërisht nëse keni qenë i pasigurt për një kohë të gjallë. Virgjeresha. Ju duhet të ndërmarrni iniciativa të reja, por keni kujdes nga parat, disa aktivitete janë shumë kërkuese dhe jo shumë fitimpruese. Në këtë periudhë do të dëshironi të përcaktoni një veprim të drejtpërdrejtë në jetën tuaj. Peshorja. Angazhimet e reja kërkojnë shumë përpjekje, por së shpejti ato do të japin kënaqësi të madhe. Udhëtime dhe takime befasuese. Akrepi. Dashuria është në krye të shkallës suaj të vlerave, është për të ardhur keq që kushtoj që ju intereson nuk është aq i angazhuar sa do të dëshironi. Është e mundshme që dikush po kërkon shumë prej jush për sa i përket angazhimit, përgjegjësisë. Kontratat, thirrjet, takimet. Shigjetari. Kujdesuni për ushqyerjen dhe estetikën, shmangni punën e rëndë dhe sportet ekstreme. Mundësia e takimeve të dashurisë nuk përjashtohet. Briqapi. Shëndet i mirë, fat, aftësi fizike dhe vrull emocional. Mund të kërkoni bashkëpunëtor të rinj ose njerëz referues për të realizuar një projekt të ri. Ujori. Mundohuni të jeni më të vëmendshëm ndaj nevojave të njerëzve përreth jush, sepse në këtë periudhë diçka nuk ju kënaq. Mos jeni shumë të centralizuar, në sytë të tjerëve mund të jeni paksa shumë i egzageruar, egoist. Peshqit. Ekziston një ngërçi lehtë, shqetësim, ju duhet të ndërmarrni iniciativa të rëndësishme. Kujdes sot me dashin dhe luanin. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.